Kryeministër, deshta me abone dy pyetje. E para, ndoshta jo? Unë po I bëj, tani... Po shikoni se duhet të shkojmë tek menza e studentëve e më pastaj për han të lezit. Po përgjigjemi për temat e tjera tek kryeministria. Po derisa po ecim? Jo, derisa po ecim. Faleminderit, shumë faleminderit. Kryeministër, ka qenë një rast të ditëve të fundit që doli me një rast në një drejtorit një shkolle në Gjakov. A ishte desht me kriju filtra që persona të tillë mos me mujt me u bë drejtar? Na falë. Po. Kryeministër, a synoni me bën një koalicion qeverisës mas zgjedhjeve që e zgjedh edhe presidentin e ri? Kryeministër, e ndjeni për rastin e drejtorit në shkollën në Gjakov që dyshuar për ngacmim seksual. A ishte desht me kriju filtra që njerëz tillë mos me marr pozita të tilla? Kryeministër, po e punojmë një draft seri. Dy herë ju kena drejtu me pyetje kryeministrit të Kosovës për rastin e drejtorit të një shkolle në Gjakov I cili dyshohet për ngacmim seksual të një vajze të mitur, por që nuk kemi marrë përgjigje nga kryeministri. Për kryeministri deshta me ditë se a planifikon me kriju filtra që persona që dyshohen për raste të tilla mos me mujt me marrë pozita drejtuese sidomos në institucione arsimore. Po ashtu kryeministrin e kam pyet edhe se a planifikon që me kriju një koalicion pas zgjedhjeve, një koalicion që do të mund të zgjedhte edhe presidentin në momentin pas konstituimit të kuvendit dhe zgjedhjes së qeverisë. Megjithatë, në të dy këto pyetje nga kryeministri nuk kemi marrë as edhe një përgjigje.